Po kive, thë? Po kina ideve ti diçka sot? Nuk e di do sot dhe 3 cigaret e fundit i kam gjë. A be cuculikja, mo ti do. Pasha zoti me mos vetë. Shka unë avo, kun avo, nuk e di dhe unë, po shumë s'kjell mërtë. E diçka, ka shku me nja, pa pemi na i kërë qëtu në parking, bëjna nëjse në Tja dalëri. budali, ja. Tja i s'mund t'i, ja. O s'kon kështu për ndryqe, s'kon, Allah. Tja budali, ja. Dhe se cilën që është i kamera kive, tja të më bo hit në për internet me në nëzere. Budale, bje. Vire ki, ka dyre s'to kamerat. Ki cigaret, ja? S'ka veç une, ti? Di ka vishë të fundit, të dajt. Që cigaret? Qek kurboni. Denko është. Qysh kemi amarë vëlla të për një Gjem Gjermani ko. Qysh kemi janë më shefeve cigaret? Qysh kemi amarë vëlla këti parët? Qysh kemi janë zërti? Kështa është mi shkua? Pres pi dale pijamis. Kur dale pijamis, unë e di ja bëj furën. Rirat. Një me vëllë. Kina ideja? Hiç të mos të mërzit. E sosim duket. Në një pare të dorë një. Këtë më shumë. Selam aleikum, vajji. Aleikum selam. Pa, si e vajji? Mirë, bre, mirë. Mashallah. Zoti ka bollë dhe një. Amin. Si shkon? Mesnet? Mashallah, i fort, mashallah. Nuk dorëzohesh, valla po. Apo fol me djemt? Po. Çka i kanë punë? Mirë. Pa, mirë, shukër, elhamdulillah, bash mirë. Mashallah. Edhe Ramazani për na freskan, bre. Shive sa flat, bu knaqëm. Asë që marrë mi vesht, be, ej. Ja. Që bëllë me ketë kurven vaktiftari se dina, hiq. Falat i vaktin. Se di edhe ti anashev, nejna edhe nejna pjative që i falmi, për shko namaz. Bile, ka të zëj, ku kina konën? Numrin në konë të ditë. Zotja pranot luftja. E banëm që që banëm shumë, i nak nazbe. Shykër. O, valla, be. Kish ma lezet, Ja, gjithë i inshallah, e dibe mo, e dibe ma të vend, be, E e dibe. di. inshallah shkom prap be? Ej, Inshallah, falju e kaj, të ditë. Falju e kaj. Se ne harrojna batë knasive, valla, po. Veç e kina një muhabet, ne me si të pam edhe ti, dëna me shku edhe në Gjermani. Hajdar Likoft. Ma të tutë prom gjithë natën telefon. Zdjetë kanë kalëzua Keni jo. fola? Jo, bre, së më kanë kalzue. A s'ki fol me gjithë të të? Jo, bre, prom së në fola, prom të zonë, dishka. Nejse, Edhe shka nejse, folit. 3-4 telefon në të dy. Nejse, mos shkoma, puna edhe- është qetërsen është puna. edhe Dëna me shku Shko që punë kishin ato agjeve. ama janë, Kanë shykër, kanë. janë do sejnet që së po shkojna. Pse? Se ne folëm me ato na thanë, ju dëshin punëtor, velem, që ju dilëshin punës, qasë shumë që kish punë. Pa, një ide. Shkoni. Zot bre, Ha. zot bre, halal i po. Mashallah. Ja, valla, na do në borgjit, na thirën. Pa në shka puna, po shkoni ju? Po ne dojna me shku, po ma, Mos e ngushto vagjin, lej, edhe pse thanë ato lej është. Jo, bre, shka keni me më ngushtu. Jo, bre, kalzoni shaka. Ti a di çfarë gjem kam unë? Po si javë prishi gjem vetëm me. Në familjeve kene dhe se të na pi para me do të pishi, shok po na... Po, shka puna, kalzoni. qëta shkëtu o puna. Ha. Gjem të tu, belem na thanë neve. Merja babës, e ne me punë me t'i këthy tije. Ska lejeve mos e ngushto njërë. Jo, me çfarë me më ngushtu, Valla, Allah po, hile, heq unë. I di çfarë gjem kam, si a prishi gjemve. Po mire ka ve, Jo. ma bine pe kryna vetë, pe le e ketë ma Jo. Valla, Te une, ku shpesh t'jen shpi. A shpi, a 100 vjetë, shpe bojnë. O di shka, so problem, ne të presmi 100 ditë presmi. ja se.
Do të mi qitë biletet të s'ka, se të hecë. Mire, edhe kje ko mirë, ma mirë ma herët mi më shumë, ma mira. Po, valla, a do t'i thirish telefon, do t'folish. Telefon s'marrë me po s'di bre me telefon s'ka po. Viber me kamel. Ja, bre, qëfar biber leti, u sosa e pun u kry, hajde. Që, më kësop, shire? A e za teket babën tem? Po bre. Nështë nuk shemë pasë. Ju besoj, hajde të shpia, javja para të shpia, Hes ti para në... Hajde. Po, hes para ti. Po, hes. Vesh ti thëjna, hajde. Havera, kajde për mirë kështu. Hajde mirë, rahat. Hajde mirë, rahat, shnesh. Kaja këmë si kështu, ka për shkani. Mos vet, tu gutina. Utharina. Seferi. Utharina. Ti bele me di, ti po namaz. Seferi, e di shkosh. Që me lela, ti Hej, bës. hajde, mos vet. Pëllë beson bot marak një me që ka ndodhë, që ka o bo? E din, Nura. Këjshia, He, shalom. gjelivet që e konë Gjermani. Shumë i smutis. Mave. Dena me shku, valla, ka bena një sevap, ka bena. Hajde ma shpejt. Na kanë thirr, sa ma shpejt me shku, se s'duhet me dit Nura. Babave s'duhet me dit, mos fol, losht jam. Je. Po e di shka problemi. Gjujeve që të se Ramazan. Gjujeve. Tama, musës, qëram. Ina të shku. Mi po, sëm po ja bëjna qarën. Iska, hajde be, hajde Kadal. Kada, Go. e di që gutësh, du me mos sevap, po prit pak. Hajde që bëjna të zdetemi dikant libna dikon, diska, hajde. Njeri smut, a moj vjen një mu bu, nëj sena. Po valla këshirë, mena një mu, miri shko mena një mu se ne nudhin atë shku, a kupta? Qa ka me t'ni mu iska, hajde ma shpejt që të zdetemi dikant, bëjna në qarë diska. Ja, bëjna qarën e nisë, veç pak, se ato na vetë baci. Govor, ka ke për rrug, ka njeri smut. Po. Shumë në kam. Një 500 që kisha mujt mja vëndet këj. Pa shin në sosin, sa për me hongë, Abe sa të desa të mrejna, be. Ti që telefonin e ki, fotografia letër në njoftimit. Po, be bere. Po, loj me vestelun jo ti qena, minja. Bere, be letër njoftimin. Deti ato, po hajde të automoti i nëzire javja. Hajde, pasë të më shpi se... Se të ka njeri smut. Hajde. Qëmë përshim e na? S'kina të sen, s'kina, që? Gung. Pa baba, o ti du të më hubë disa ditë, se njerëzit kanë janë që kina dalë. Shko më hubë? Qysh për shohë? Si thove agji se të shkina? Badale, birve, puna me kollaj shmoshve. Nisëm, në aeroport pikë zes kish mi pas. Në këthetën. Zati pa dalë njerë vjetë unë pikë zes pata, me qata në Qa me zemë. e keqja, qa kina pas me vetin e i kanë marrën? Kollaja dhe, puna me i marë fara se me nga zhitë kollaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. E falenderojmë Allahun e lartësuar, salavat dhe selamat ja dërgojmë pejgamberit tonë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes dhe shokëve të tij dhe gjithë atyre që e kanë pasur dhe vazhdojnë me pasur me mirësi deri në ringjallje. Në bazë të episodës që e shikuam, sot do të flasim inshallah taala për një dukuri shumë negative që feja jonë na ka paralajmëruar për të, e që është mashtrimi.
Dhe kjo është edhe më e rrezikshme nëse mashtrimi bëhet duke përdorur fenë e Zotit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në shpalljen e tij që i ka ardhur nga Zoti, na ka paralajmëruar në shumë vende që të kem kujdes dhe mos jem prej atyre që mashtrojnë. Allahu në Kur'an na ka thënë duke porosit: Inna Allahe la yuhibbu man kana khawanan athima. Vërtet Allahu nuk i do ata të cilët janë mashtrues dhe gjunaqtar. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith të tij na ka thënë: Men ghashana falaysa minna. Ai i cili na mashtron neve, ai nuk është prej neve. Kështu që pejgamberi alayhi salatu wassalam është distancu prej atij i cili mashtron. Po ashtu në një hadith tjetër pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: La tahasadu wa la tanajashu. Mos keni zili njëri tjetrin dhe mos e mashtroni njëri tjetrin. Pra, pejgamberi alayhi salatu wassalam na mëson që mos t'jemi prej atyre që mashtrojmë, por t'jemi besnik dhe t'jemi sinqert, nga se mashtrimi është një ndër zullumet më të mëdha të cilën njerëzit e bojnë në tokë. E është e ditur se zullumi është një mëkat i madh, për cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë se zullumi është errësirë në ditën e Kiametit. Kjo është edhe më e keqe nëse përdoret feja e Zotit për t'i mashtruar të tjerët. Nëse ne veshemi me petkun e fesë dhe përmes saj mundohemi me i mashtru të tjerët, kjo është edhe më rrezikshme. Kjo është edhe mëkat më i madh, dhe sa Allahu nuk i do ata të cilët ju bojnë padrejtësi njerëzve dhe ju bojnë zullum njerëzve. Pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk është njohur në historinë e tij që ka mashtru dikë, ose i ka bë padrejtësi dikujt me mashtrim. Po ashtu, edhe nëse shikojmë në historinë e shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, e shohim se asnjëri prej tyre nuk ka qenë që ka mashtru apo ju ka bë zullum të tjerëve. Dhe të tillë duhet të jemi edhe ne, nga se ne jemi pasues të pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe fenë të cilën ja ka zbrit Zoti Gjelle Gjelaluhu, na e kuptojmë ashtu siç e kanë kuptuar shokët e tij. Pra, secili nga ne e ka për detyrë që ta pasoj pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe mos jetë prej atyre që i mashtron njerëzit për të përfituar në çështjet e dynjas. Zullumi ose mashtrimi është disa lloje. Mas pari, njeriu mund t'jetë mashtrimtar i vetës, duke menduar se është në rrugën e drejtë dhe duke menduar se është duke bërë mirë, ndërsa në realitet është duke mashtruar veten. Pastaj mashtrimi që e bën ndaj njerëzve tjerë, duke i gënyer ata, duke i mashtruar ata dhe duke përfituar materialisht ose në çështjet e dynjas, duke u sill me njerëzit në këtë formë. Dhe njeriu nganjëherë shkon aq larg sa që mundohet ta mashtron edhe Zotin Gjelle Gjelalu. Mirë po, secili prej neve duhet ta di se një ditë do të vdes dhe do të del para Zotit Gjelle Gjelaluhu dhe aty nuk mshefet asgjë. Allahu na porosit që para Zotit të mundohemi që të paraqitemi me zemër të mirë dhe me iman, nga se në ditën e Kiametit nuk ban dobi asgjë tjetër përveç se zemra e pastër e mbushur me iman, siç ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an: Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Në atë ditë nuk do të ban dobi asgjë tjetër, as malli do të pasuria, as evladët, përveç se ai i cili i vje Zotit me zemër të pastër, pra me iman të plot. Pra mashtrimi është një dukuri negative për cilën na ka paralajmëruar pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe muslimani në asnjë mënyrë dhe në asnjë rrethon nuk duhet ta gjej veten në të. Në bisedim me kameramanin këtu që po na xhiron, u bë edhe një pyetje e cila është shumë e rëndësishme të sqarohet në këtë temë, siç është e njohur të shumë tregtarë në veçanti, të cilët mashtrojnë duke u betuar në Zotin Gjelle Gjelalu. Muslimani nuk e mashtron muslimanin.
dhe se nuk e ban Zotin, do të nuk betohet në Zotin rrejshëm, duke përfitu diçka nga dynjaja. Është transmetuar për disa sahabijeve të cilët kanë thonë se betimi i rrejshëm në Zotin Gjelle Gjelaluhu është nga mëkatet e mëdha, nga se kjo tregon se ky person nuk e madhron Zotin e tij dhe se betimin në Zotin e bën duke e përulur emrin e tij dhe duke e bën që të përfitojë në emën të fesë në çështjet e dynjas. Për këtë muslimani duhet të largohet nga kjo dukuri negative dhe mos jetë prej atyre që tregtinë e tij e ndërton mbi betimet e rrejshme dhe mbi mashtrimet e ndryshme. Ka ardhur në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam se shitësi edhe blerësi mund të zgjedhin në tregtinë e tyre derisa janë në mexhlisin e shitblerjes. Dhe nëse ata i sqarojnë mangësitë e mallit të tyre dhe janë të sinqertë me njëri tjetrin, Allahu ka garantuar në begatinë e mallit të tyre dhe tregtisë së tyre. Por nëse janë gënjeshtar dhe jo të sinqertë, atëherë Allahu e tërheq begatinë në këtë tregti dhe në këtë mall dhe kështu Allahu nuk çon bereqet në ta. Pra e gjithë e mira është që ne t'jemi të sinqertë dhe t'jemi përkushtuar ndaj asaj që Zoti na ka mësuar përmes pejgamberit ton Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe mos t'jemi kurse si prej atyre që mashtrojmë dhe mundohemi që gjanat e dynjas t'i arrijmë përmes mashtrimit dhe betimeve të rrejshëm. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që të na baj prej atyre që jemi të drejtë, jemi të sinqertë dhe në këtë muj të bekum se cili prej neve ka mundësinë që të ndryshoj dhe ta përmirësoj vetën, ta pastroj zemrën e tij duke ju kthy Zotit dhe fesë të tij dhe duke e pasu pejgamberin alayhi salatu wassalam. E lusin Allahun që të na pranoj punët e mira dhe të na bën prej atyre që paraqitemi para Zotit me iman dhe zemër të plotë. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.